Miq të emisionit Sporti Shqiptar në Mërgim, përshëndetje. Emisionin e radhës të emisionit Sporti Shqiptar në Mërgim e vazhdojmë me një material, me një intervist, me një bashkëbisedim kushtuar klubit të futbollit Iliria në Trento të Italisë. Në minutat në vazhdim, me Gentian Sheron, një nga ideatorët, themeluesit dhe udhëheqësit e klubit të Ilirisë, do të flasim për këtë klub të vetmin shqiptar që karon në provincën e Trentos. Pra, një ekip i cili është themeluar për shqiptarët dhe për unifikim dhe mundësi për të promovuar shqiptarët. Pra, me Gentianin do të flasim se si u themelua FC Iliria, se si është duke garuar Iliria, cilat kanë qenë sfidat, vështirësitë, por edhe arritjet e Ilirisë brenda këtyre 5-6 viteve sa ekziston. Gjithashtu do të flasim edhe për sezonin e ri, i cili do të fillojë nga java e ardhshme, pra në sezonin 2026-2027. Gjithashtu do të bashkëbisedojmë edhe për përkrahjen dhe aktivizimin e të rive shqiptar, përkrahësve, sponsorëve të cilët duhet të jenë në një numër edhe më të madh, në një përkrahje edhe më të madhe për Ilirin, për ekipin e vetëm shqiptar në këtë pjesë të Italisë, pra në pjesën veriore të Italisë. Në minutat e vazhdim do ta ndiqni intervistën dhe bashkëbisedimin me Gentian Sheron, njërish edhe presidenti i klubit të Iliria në Trento të Italisë. Na ndiqni. Lidhja ime me sportin. Jam një sportdashës. Si më pëlqen sporti, më ka pëlqyer që fëmijëri. E kam ndjek kombëtaren shqiptare, jam mundu prej vitesh me qenë pjesë e tifozave kuqezi për kombëtaren shqiptare. Është diçka, është një pasion sporti. Kam ndjek fëmijët, kur u rritën fëmijët, i kam ndjek nëpër klube, i kam dërgu si çdo prind me u mundu me hec përpara në rrugën e sportit fëmia tim. Na flisni për ASD Ilirian nga emri, nga lindja e deri këtu ku është Iliria. Si lindi ky klub? Dashuria për sportin, dashuria për të mbajtur gjallë rrënjët tona, emrin e vendosëm jo pa qëllim për për të rirë të parët tanë. Është gjë e bukur të dëgjosh fjalën Iliria, në të cilën pyesin shumë italian, çfarë si tek, edhe ti i tregon se cila ishte Iliria, është diçka e bukur. E krijuam të skuadrë futbolli, thash, me dy djemt e mi. Iliria ishte edhe mendim i djalit parë, emri, dëshira e djalit parë, si prind thash, për djemt, për komunitetin ton, ta mbledhim djemt tan këtu në Trento rreth futbollit, rreth kësaj skuadre. Cilin vit i mblodhet për herë parë shqiptarët rreth Ilirisë? Në 2021 krijuam pra skuadrën ASD Iliria. Falë Zotit, patëm mbështetjen fillimisht të shumë bashkëdhetarëve tanë, të shumë djemve, edhe se nuk kishin të mirë formuar në sport, po erdhën, filluan kontributin e tyre duke u bërë pjesë e ekipit të kuqezi. Si çdo fillim është i vështirë, si çdo fillim do punë, si çdo fillim do durim, do pasion. Mbi të gjitha unë them për herë është pasioni që na lën këtu. Sepse në të luash në kategoritë tona duhet të jetë vetëm pasioni që të mbaj, se është vetëm humbje kohe, shpenzim,
humbje të ardhurash asnjë gjë tjetër. Në 2021 e keni themeluar klubin. Do të thotë kjo se prej në 2021 keni filluar edhe të garoni? Po, direkt u shkruam në kampionatin e Trentos. Pra jemi të regjistruar në Federata e Futbollit Italian, që nga 2021 jemi të regjistruar të rregullt. Në ato vitet e para kemi vuajtur, me kuptimin e fjalës që është shumë e vështirë, ishte shumë e vështirë bëje një skuadër të re konkurruese me ekipet që janë këtu prej vitesh, janë ekipe që janë edhe të mbështetur financiarisht nga komuna, edhe janë prej vitesh, kanë rrënjët e veta, kanë strukturën e vet, kanë vendlindjen e vet, ne të rinj me një emër të ri që jo shumë i mirë pritur, por sinqerisht kemi ecur përpara me fjalën. Nga cila kategori apo ligë keni filluar në Këntjan? Këtu fillohet në kategoria 2, ku ndenjëm 5 vite. 5 vite në kategorinë e 2, vitin e kaluar bëm një paraqitje super, të shkëlqyer, ku fituam titullin kampion. Dhe këtë vit fillojmë garimin në kategorinë e parë. Unë gjitëm pra një ligë. Dua të them që viti i kaluar ka qenë gjithë merit e drejtoreshës sportive, zonjushës Elmiriona Miraka, e cila mori drejtimin e skuadrës vitin e kaluar, e filluam nga zero, duke zgjedhur mistrin ajo, trajnerin ajo, e çdo gjë. Dhe ekipi u krijua i bukur, i fortë, i shkëlqyeshëm. Domethënë, për në rajonin e Trentos, kjo ngritje është bërë. Po. Me pak fjalë jemi kategoria 7 nga kategoria Serie A. Jemi 7 shkallë po. Kjo është llogaritja. Se është kategoria e parë, promocione, eccellenza, pastaj shkon nuk je mo amator, je profesionist, gjys profesionist, je profesionist. Sezoni i kaluar, domethënë ka rezultuar dhe ka përfunduar i suksesshëm me ngritjen e ligë. Tash jemi në prag të fillimit të sezonit të ri, i cili do të fillon, mos gabofsha, javën që vjen. Po. Cilat janë ambicjet? Çfarë do synoni në 2026-2027? Ambicjet si fillim janë të qëndroj me këmbë tokë, bëjmë një paraqitje të mirë për të mos urrëzuar direkt vitin e parë. Normalisht pastaj duke parë pjesën e dytë të sezonit, shohim ndoshta mund ta përforcojmë skuadrën nëse do jetë nevoja. Po ambicet janë si fillim të qëndrojmë në kategorinë e parë dhe pse jo të vazhdojmë për më lart, vazhdojmë synimet, por ne nuk e shprehim këtë, nuk duhet ta shprehim, duhet me qëndru me këmbë tokë, bazë edhe të buxhetit që kemi, se sinqerisht buxheti është ai që është, fjalë. Unë i falenderoj të gjithë ata që na kanë mbështet nga dita e parë e krijimit, që janë të shumtë e deri tani, por sido që të jetë është një shpenzim i madh dhe nëse kërkon të bësh një skuadër të fortë, normalisht do shkosh ke ata që paguhen shumë. Javën tjetër fillon garat e kampionatit. Sa ekipa ka kampionati dhe a i njihni pak a shumë si është kualiteti në këtë ligë ku për herë parë do të garoni? Atëherë ndeshjet janë 30 total. Janë 30 ndeshje, 15 fazën e parë, 15 kthimi, fazën e dytë. Po ekipet janë ekipet gjithë nivel më të lartë.
Edhe kemi rënë një grup, janë dy grupe pra këtu në Trento, kemi rënë një grup të hekurt, një grup të fortë. Nuk e kemi problem. Edhe vitin e kaluar ishim grupi më të fortë, me fjalë ku në kategorinë e dytë që ishim me grupin më të fortë, me 4 skuadra të kthyer nga kategoria e parë, kështu që edhe ja dolëm. Tani skuadrat që janë në kategorinë e parë janë të nivelit të lartë. Ne jemi munduar, me thënë drejtën, falë gjithmonë edhe punës së mistrit Jonës, që kanë pushuar gjithë verën, kanë krijuar një ekip përshtatshëm për kategorinë e parë tani, nivelit më të lartë ishte. Gjatë kësaj faze keni prurje të reja, afrime të reja të lojtarëve? Po, kemi marrë prurje të reja, djem që kanë luajtur në ekip në ligat më të larta, që na janë afruar e falë Zotit kemi kemi mbajtur bazën e grupit vjetshëm. Kemi kapokanonierin, kemi golshënuesin, i meriton 2 fjalë sepse luan me shpirt, Sajmir Ruka, i cili e mbylli vitin e kaluar me 40 gola, me fjalë 37 në kampionat, 37 në kampionat e 3 në fush, e 3 në kupë. Është një djalosh 43 vjeçar, që vjen stërvitet si një djalë i ri. Si një djalosh 15 vjeçar. Unë e falenderoj, jemi me fat që e kemi në grup. Thash, shohim, do t'ja lëm kohës, ne po ja bëjmë mrena mundësive tonë çdo lloj pune që vjen pas kësaj. Shohim, don edhe pak fat, po sido që tjetë unë shoh një grup kompakt, bukur, djem të rinj, ka shumë djem të rinj me talent. Kjo edhe është një diçka që të paktën t'jep shpresë që është diçka që mund ta vazhdojmë, me fjalë, është ti e rrit edhe ecën përpara. Cilat janë sfidat? Tha që keni sfida, keni vështirësi. Cilat janë ato kryesore që i keni Gëndjan? Vështirësit janë fushat, sepse jemi një ekip i vogël, thash, në si qytet. Kemi si qytet ka shumë ekipe të tjera në rangun ton dhe jemi të penalizuar, nga që jemi edhe skuadre, jemi të penalizuar nga zgjedhja e fushave. Po kërkojmë, kemi kërku, po kemi dëshirë të kemi një fushë tonën, e cila bëhet po me punë me durim. Sa është e vështirë për të bërë kjo? Çfarë duhet bërë për ta pasur një fushë tuaj janë? Duhet bërë, në radhë parë, duhet edhe maturiteti i skuadrës, ato komunët shikojnë vitet, sa vite ka një skuadër që është themeluar, janë shumë faktorë tjerë, po sido që tjetë këtu kemi të thash që ka shumë skuadra sportive, nuk është që është një qytet i vogël, edhe avash po dal nga dal po ngjisim shkallët. Po sido që tjetë fushat janë. Aktualisht ku jeni duke zhvilluar ndeshjet, i plotson kushtet, jeni kënaqur me këtë fushë që keni, e keni larg? Aktualisht fushat që kemi është në qytet. Problemi është tek oraret. Tek oraret, se aty është precedenca e skuadrave. Po sido që tjetë është diçka që dal nga dal po e stabilizojmë. Aktualisht keni vetëm një ekip apo keni edhe grup mosha tjera? Jo, kemi provu vitet e kaluara,
por nuk I kemi realizuar dot numrin e caktuar për të ngritur grup moshat më të vogla. Aktualisht kemi vetëm skuadrën e parë, që është një goxha për ne, është një goxha investiment kohe, ta mbash gjallë. Sa kohë shpenzon Gentiani dhe të tjerët për ASD Ilirien brenda një jave? Atëherë, për brenda një jave janë garantuara 3 ditë. 3 ditë janë 2 stërvitjet, plus ndeshjet që I ke çdo javë. Ne fillojmë nga shtuna, nga kjo shtunë tani që fillojmë kupën. Shtunën darë kemi një transfer për kupë zyrtare, dhe gjithë të djelat, të shtunat, djelat me kupë. Më thënë, investim kohë I jashtëzakonshëm. Është investim kohë I jashtëzakonshëm në fushë me lojtarët. Pastaj për burokracinë është gjithashtu më shumë. Thash që për burokracinë, falë Zotit, është drejtoresha sportive, është gjatë gjithë javës I dedikon shumë kohë edhe skuadrës. S'pakun këtë pjesë jeni rahat ju ekipi, apo? Për këtë pjesë jemi rahat, falë Zotit po. Për këtë pjesë po. Cili është fonti, apo domethënë grupi I lojtarëve të cilët janë pjesë e Ilirisë? Janë kryesisht shqiptar, janë vetëm shqiptar, apo një brum I përzierë, kësha thënë? Atëherë, si fillim e nisëm për të qenë kryesisht shqiptar. Kjo gjë nuk ishte e mundur, me fjalë jam mundu personalisht bashk, fillimisht edhe me djemët, duke shkruajt gjithë, pothuajse të gjithë lojtarëve të zëruar në kategorinë tonë në Trentino, I kemi kontaktuar, po nuk ishte diçka që u realizonte, jemi me munu me majtë në shqiptar më shumë, por jo, tani kemi 12 nacionalitete. Gentit I intereson bluzja. Nëse dikush më djersit për bluzën, për këtë stem, për emrin, për mu mund tjetë kushdo, mjafton që të luaj, djersisi, edhe t'japi kontributin për këtë bluzën. Dhe ishte mirë që ata të cilët në vend që të shkojnë të luajnë të një X skuadër të vinë të Iliria. Normalisht, atë doja të thoja, normalisht jam shumë I lumtur kur shikoj skuadra 100% shqiptar, jam shumë I kënaqur. Ne këtu nuk e realizuam dot, nuk është e pamundur të realizosh. Paktën për realitetin ton, ne kemi qenë të hapur dhe jemi të hapur me çdo shqiptar. Gentian, është ka mungesë lojtarësh shqiptar apo mungesë interesimi? Mungesë interesimi. Mungesë interesimi për atë që jemi këtu ne. Të paktën unë si organizator, unë si president, Jona, djemët e mi, ka dhe disa lojtarë, është Uka, Rexhepi, kemi disa lojtarë shqiptar që janë për është edhe Demiri që ka ardhur tani, po prapë çiko Stivarit edhe ai. Janë për flamur të punon zemra, duhet vish për një diçka që shumë nuk e kanë. Shumë shohin interesin e të ardhurave që normalisht është zgjedhja e tyre. Cili do ishte me që se thatë keni provuar, keni kontaktuar, u keni shkruar, po gjithsesi edhe një mesazh I ri, cili do kishte qenë për ata shqiptar, të cilët kanë mundësi, janë në kategorinë e Ilirisë dhe hezitojnë të jenë pjesë e Ilirisë. Unë thjesht I bëj një thirrje, ejani të bashkohemi, ta ngrejmë lart këtë skuadër. Nuk është skuadra as e Gentit, as e Jonës, as e trajnerit që është tani, është skuadër e të gjithëve. Edhe I munduar këtë me ja treguar të gjithëve. Jemi të hapur, është skuadër e të gjithëve. Ejani ta çojmë diku, ta çojmë lart këtë skuadër. Jeni ekipi vetëm shqiptar në atë zonë, në atë rajon? Po, këtu në të Trentino Alto Adige, edhe në Trento, edhe në Bolzano, ekip të shkruar në Federatën e Futbollit Italian,
nuk ka qenë para 3 vjetësh Arbëria e Bolzanos, e cila nuk është më. Nuk ka, jemi ekipi i vetëm këtu në veri të Trentino Atletico. Sa shqiptar mund të ketë në këtë rajon? Nuk e di, ju e dini që unë kam edhe një shoqat këtu, kam shkollë shqipe, kështu që këto numra në Bolzano janë mbi 3000 shqiptar. Në Trento jemi afërsisht ke 3000, jemi pothuajse njësoj, si në Trento flas provincën e Bolzanos me provincën e Trentos. Jemi mbi 6-7000 shqiptar. Pra është një numër i madh, po vetëm qytetin e Trentos jemi shumë. Jam mundu tani, jemi mundu edhe nëpërmjet publiciteteve dhe nëpërmjet rrjeteve sociale që të shkojmë edhe tek ata shqiptarë që nuk e dinë realitetin e kësaj skuadre, nuk e dinë ekzistencën e kësaj skuadre, duke i ftuar edhe në ndeshje të paktën të jenë pjesë përtece publikut shqiptar. Po sido që tjetë kemi pasur të them ndeshjen e fundit që luajtëm në finalen që u ngritëm lart, ka qenë një ndeshje që ai stadium nuk ka parë asnjëherë aq shumë shqiptar në kategoria 3-4 herë më të mëdha. Kështu që u mbush plot edhe ajo na mbush zemrën. Kur jeni tek, sepse klubit patjetër se i nevojitet mbështetje financiare për të ekzistuar. Jo vetëm mbështetje morale, mbështetje për të ardhur në fushë dhe për t'ju përkrahun. Si qëndron këtu, pasi se thatë se janë mbi 3000-6000 shqiptar, po thoja 5000 shqiptar, si është këtu situata? A është më mirë ose? Atëherë, për sa i përket sponsorëve, janë një pjesë shumë e rëndësishme e mbarvajtjes së ekipit. Sa është diçka thelbësore. Unë doja të falenderoja që nga krijimi i kësaj skuadre gjithë sponsorët. Në veçanti doja të falenderoja Sajmir Toshkallarin, zëvendës president aktual i ekipit Iljeria, telekomunikacione, i cili ka një biznes të telekomunikacioneve trentine. Doja të falenderoja Rekën, zotin Bardhyl Dyrmishi, i cili na u bashkua vjet dhe vazhdon të na mbështesë me një ndihmës të rëndësishme për ne. Doja të falenderoja Ramon, Rama Pontegjin, edhe ato të cilëve erdhën vitin e kaluar, Rilinti, Shasku dhe Agim Rama. Kemi Artan Sherën, Edil Dik, kemi zotin Altin Mema, AM Kostruksioni. House Planner është një firmë italiane. Pastaj është Kujti Mataj, Pizza Grande, që nuk na ka ndihmuar gjithmonë. Perskura Anton, kemi Pizzarimi, janë disa djem shqiptar, Alessio Shero që na ndihmoi ristrukturale, që na ndihmoi vitin e kaluar, djali im, i cili ka edhe një aktivitet. Dhe ajo më kryesorja e cila është Albedili është e imja. Me fjalë e cila mbyll gjithë gropat e Ilirisin. Jam të mjaftueshëm vetëm këto emra ose kjo mbështetje që keni, ose ka nevojë për shumë më shumë? Për të bërë diçka të bukur, me fjalë, për të bërë diçka që të jetë konkurruese me ekipet tjera, shoh që do shumë se skuadrat edhe në kategorinë e dytë që ne poshtëm, të jap një shembull, skuadra Mezzokoronës kategori 2 që e poshtëm, me fjalë kishte buxhetin 3 herë më shumë se sa ne. Kishte shpenzuar
3 herë më shumë se sa Iliria. Pra, në këtë kategori ka skuadra që shpenzojnë shumë më shumë. Ne patëm fatin e mirë, kishim ndjenjë që luajtën me shpirt dhe luajnë me shpirt, po prap nëse don kualitet, duhet të kesh buxhet më të madh. Nëse ke ambicie për të ecur përpara, duhet të kesh ambicie edhe të kesh një portofol më të madh, me pak fjalë. Domethënë vazhdimi juaj do të jetë stabilizimi në ligë, domethënë të jeni stabil në ligë, të mos shkoni poshtë dhe nga ana tjetër me siguri të kërkoni të rritni përkrajën, mbështetjen nga komuniteti shqiptar. E si është këtu mbështetja nga vendasit, nga institucionet atje? Sa mbështetet? Sa keni mbështetur? Zero. Si ta thash edhe më parë, këtu jemi shumë skuadra, ka skuadra që janë në radhim më para nesh, janë më të shkathët. Ne, me fjalë, komuna nuk na ndihmon, nuk marrim asnjë lloj kontributi. Duhet t'i paguajmë fusha, duhet t'i paguajmë çdo gjë që edhe me pakta fushën, domethënë nuk e keni përkrajen. Jo. Po, është një nga shpenzimet më të mëdha fusha. Në bilancin e skuadrës është një nga shpenzimet më të mëdha. Fusha. Është hera e parë Gentian që prezantoni Ilirin në një media, në një platformë shqiptare mediatike, apo ju ka dhënë mundësia dhe herave tjera? Edhe sa është e rëndësishme për ju kjo hapësirë dhe kjo mundësi për të folur për Ilirin? Po, është hera e parë që një emision sporti shqiptar na kontakton për intervistë. Normale që jehona që jep ekipit edhe në media është diçka për skuadrën, edhe është diçka që është me vlerë, diçka pozitive. Është hera e parë, nuk kemi pasur kontakte të tjera. Ju falenderoj shumë për mundësinë, për bashkëbisedimin dhe për gjithçka që ka thënë dhe prezantuar për Ilirin në këtë emision të radhës të emisionit Sporti Shqiptar në Mërgim. Shumë faleminderit ju dhe ju urojmë suksese. Falenderime për çdo gjë. Faleminderit.